Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se takohemi së bashku në emisionin Aromë Shkodre. Në këtë emision ne kemi përgatitur dy materiale besoj interesante për të gjithë teleshikuesit që vazhdojnë të jenë besnik të transmetimeve tona dhe pa humbur kohë do të prezantoj materialin e parë që lidhet me kujtimet që sjellin mësuesit të cilët kanë lindur në Dukaqin, kanë punuar për zonën e tyre, por nuk i kanë thënë jo çfarë do lloj pozicioni që i është dhënë atko për të ushtruar profesionin e nderuar të mësuesit. Janë këta arsimtar që her pas here ne i sjellim në emisionin Aromë Shkodre, bile një material të tillë ne kishim përgatitur edhe me rastin e 7 marsit, por me sa duket takimet e tyre dhe mirë bëjnë, japin një model shumë të mirë për shoqërinë tonë se si ruhen vlerat njerëzore, gjejnë vend në transmetimet tona. Dhe sonte kemi përgatitur një material tjetër për të cilin do doja të falenderoja edhe kameramanin Marki Gjeka që na e mundsoi këtë takim për ta pasur pjesë e emisionit Aromë Shkodre. Ne do sjellim dëshmitë e tyre se në çfarë sakrificash kanë kaluar, pa harruar edhe pa lënë mënjan edhe faktin që si ka qenë arsimi një herë një kohë në Dukaqin dhe se si është sot. Është një drek ku ata nderojnë edhe mjaft kolegë të cilët sot nuk janë më mes tyre. Janë këto grupime me njerëz shumë të vyer që kanë kontribuar në arsim, të cilët përpiqen të sjellin edhe një traditë në mënyrë se si organizojnë këto takime. Një aktivitet i tillë ka nisur një vit më përpara, ku është organizuar nga intelektuali, publicisti që sot nuk është më mes nesh, zoti Lyq Shyti. Më pas kjo traditë si duket po mbahet nga miqtë e tij, nga kolegët e tij dhe vjen deri në ditët tona për të ardhur bukur në formën e një reportazhi në emisionin Aromë Shkodre. Pas këtij materiali do të kemi mundësi të ndjekim edhe disa surpriza shumë të këndshme dedikuar mësuese Afërdita Koplikut. Qëndroni me ne se kemi surpriza gjatë natës së sotme. Prej 2 vitesh, mësuesit e Dukaqinit tashmë të dalë në pension ka nisur një traditë të re takimi. Jo thjesht për nostalgji të kohërave të dikurshme, por për të mbajtur lidhjet e forta, për të evidentuar vlerat dhe mos harruar sakrificat që ata kanë bërë për dekada me radhë në edukimin e brezit të ri. Ky takim është realizuar ditën e mësuesit, më 7 mars 2025, por ne po e japim tani në emisionin Aromë Shkodre, i cili nuk e humb vlerën në çdo kohë. Organizatori i parë i saj ka qenë mësuesi dhe publicisti i njohur, intelektuali Lyq Shyti, që sot nuk është më mes nesh, por miqtë e tij e vijuan traditën dhe e thirrjes për t'u bashkuar sërish ju përgjigjen një pjesë e konsiderueshme e tyre. Ne do donim të ndanim me teleshikuesit kujtimet e disa mësuesve nga Dukaqini që shërbyen jo vetëm në zonën e tyre, por kudo ku i caktuan, si e nisën profesionin e nderuar të mësuesit dhe si kujtojnë ato vite edhe tani kur kanë dalë në pension. Në fillim kam filluar si mësuese në zonën e në plan, se jam mbi planit. Atëherë jam marrë në Shal dhe kam shkuar mësuese në Lysa. Ka pas raste që kam shkuar edhe në Kapre, kur më vëte mësuesi. Pastaj kam punuar në Abat. Më ka taku me shkuar edhe në Nicaj, në Pesaj me banoj ditë mësim, por jo shumë. Nicaj një 2 muaj. Atëherë kam punuar në Qet Lekaj 10 vjet. Me klasë kolektive, me 5 klasë kolektive. Me 4 klasë kolektive atëherë se ishte sistemi 4 vjeçor. Atëherë jemi shpërngulë dhe kena rënë në Shkodër. Kam punuar 28 vjet në komunën e Bërdic, në Beldori. Kena punuar me përkushtim për nxënësit dhe i kena dashur si me kanë fëmijët tonë. I kena dashur me të gjitha vërtet me dashurinë, jeta munduar që t'ju japim dashurinë më të madhe, sikur të jemi nanat e tyre. Tash kam dalë në pension dhe prap punoj. Pensionet nuk janë tulta, por edhe të mira për të gjitha ato vite që kena punuar. Nuk janë që na i realizojnë tana planet që kena, se na i dashur pensionin tash edhe me dalë beshëtite me gëzu i fije, sepse kena punuar një jetë kena punuar në arsim, por gjithsesi urojmë 7 marsin gjithë mësuesave edhe punojnë me përkushtim ashtu si ka punuar brezi jonë.
është kënaqësi të jesh mësues, është kënaqësi për gjithë mësuesat e Dugazhinit. Të fillu të ata mësuesat e mi të parë që na hapën rrugën e dijes dhe në rrugën e tyre u bëm edhe ne arsimtarë dhe filluam punën në atë zona ku ishte e vërtet kënaqësi, pavarësisht vështirësive të terrenit, të kohës, gjitha, por ishte shumë kënaqësi dhe shumë kënaqësi për gjitha të breza nxënësish, cilët kanë dalë mjek, kanë dalë mësues, inxhinier, prej gjitha zanateve. Dhe gjithi përshnes gjithë kolegët e mi të vjetër e të ri, pensionista, edhe ata që janë brezi soqën, gjithsesi edhe ata kanë shumë vështirësi dhe duhet më përshtat kohës për cilën duhet me punu me brezat e ri. Na vërtet kishim kushtet tjera, por kishim edhe kushtet tjera për punën. Tash kanë ardhur kushtet, kanë ndryshu kushtet, por duhet më përshtat edhe arsimtari këtij brezit që vërtet është brez disi më ndryshe se brezi jon. Brezi jon kishte shumë pak nga këta që kishin të sot, por kishin shumë për kushtim për shkollën, për dijen. Kurse këta kanë shumë gjëra se si kishin ato, por janë më pak për kushtimin për shkollën. Gjithsesi kohëna të bëjnë vel, unë gjithë kolegëve të mi pensionistë ju uroj shëndet e jetë gjatë, atyne që janë do prej kësaj jete pushoshin në paqe, dhe brezit të ri të arsimtarëve ju uroj suksesin punën e tyre në edukimin e brezave. Të ulur rreth një tryeze, ish mësuesit do e nisnin bisedën fillimisht me nderimin e kolegëve të tyre që sot nuk janë më mes nesh. Luiz Shyti, Gjelosh Ndreshaj dhe Dila Dardha. E këna bën traditë që tash 2 vjet mësuesat pensionistat Dugazhinës të mbledhen për me kujtu bashkë 7 marsin, midis nostalgjisë dhe keqardhjes, apo i them ministri në nostalgjisë, sepse ku kena shërby në sistemin tjetër, niveli i sistemit arsimor ka kanë shumë më cilësor, ka pas vetëm në Dugazhin ka pas 5 shkollat të mesme, tana fshatat kishin shkollë nëntëvjeçare dhe sot kanë dandis në nxënësit që janë pikatore. Por ama dhe pasardhësit tonë si mësuesa nuk janë as përgjegjshëm, niveli arsimor ka rënë 0, janë shtuar nxënësit tanë alfabet funksional, përkrahja e mësuesit nuk është, interesimi nuk është, shteti është ka kthy shkollën në një eksperiment si qeni Pavlovit, si vetëm shkresa nga ma burokratike të ka, dhe kërkush nuk interesohet për përmbajtjen e shkollës, sa asimilohet programi mësimor edukativ nga nxënësit dhe sa dije ka nxënësi. Për brezin e arshëm mesazh si të presionohet më shumë të libri, të presionohet më shumë të dija, larg internetit e Facebookut, dhe se sa më shumë të kenë dije, sa më shumë të lexojnë libra, as më shumë ditë janë, as më të përgatitur janë për të ardhmen e fundit. Matej dhe juan përshëndetit nga të pranishmit në takim. Dhe është nostalgji për brezin tonë që kemi mësuar dhe ne kemi quajtur jo profesion, po mision. Dhe kemi jetë s'kama në borë, në shi. Dhe kemi shku para nxënësve, me lezë stufën, me drunga, me ngrofi. Ta në që ka dalë, ta mësuesit, ta jenë shumë mirë, po ka dalë një nisëm që me hetë gjitha shkronjët e përbame, që janë R, L, Sh, F, që me dalë gjuma shqipe sa ma thishë. Dhe me thanë, me heqë ato, që pa të në heqë ato relinjësit atje, me ata fishte, me mjedhe, me rallë të mashtë. Ne vazhdojmë me qenë të mirë edhe në rrasë se nuk në thotë kush, ne do të me thanë vetit, sepse kemi kaluar në përdurë tona njërës të shkëqyrë. E në kaluar dhe do, që s'kanë mujtë me ecë se mësues janë Shqipëna Mëllinit, luar çdo kohë. Nëse nuk dash për buç, dame që në dhevët se për në regullo për zotë qëntëm. Që nuk i qenë kumë. Ka të dalë se mësuesi, dhe të në pensionisti, bëllë është janë ka e zhvlerësojnë në të njërën e vetë, shëqyrë gjithë kush është alla plakët, se kush nuk plakët deserizë, s'ka këtë më rapër. Po ki moshe, letë kesh pare bëllë, sot dush, edhe kutimi do të vinë vdekja me është të pëtë, që bjenë automatë. Dhe që nëllë? Pra ne i thëmon që mësusat
pensionisë se mësuesit nuk ashtu. Në Shqipëri është ndërmarrja më e madhe që as që avarin ujë, as që avarin Kështu që ne duhet më kanë. Tjetra, aq shumë. Unë shkoj me blej kile domate. Edhe më shohin të vjetër, kom 2 palqime, një për drita gjate, një për shkuta. Edhe kile domate, pas kopra, ose më ma shumë. Edhe më nëtë ma hedhë. Jo, zëni, kjo është e mirë, është me birë janë tënë, se me hormone. Jo mërë e thëmë, jëmë të jazë, ti nuk shemë, ti nuk kanë. Ta është i shëqër zotit që nuk munen me nashitë në bjesh, i kanë pasit të që dikur, se këta të rrisë munen me e zvetë. Se në mësunë makina, asë t'jenë rrugë me do në bjesh, të që ne duhet këtë, ne zonë puna, inshallah nuk lodhen asa me ashtu me gjithë se janë të jardë kohë zymsta ose grek, se zymsta të shpetum. Veç se ne duhet me shtërngu një tjetërin, ka pa thanaj supën se malet, me ju gëzohë që ke marrit, me pas shperis për të ardhmen se një ardhme në tutë, se një të shdim gjonë se që ke në përpara, se ka palim të ashtu, edhe kështë që në ndje mirë. Aqë shumë kujtime kem ne sa janë historina shumë të bukura, të ndjeshme, me vlerë, po dhe së të besëkush. Kush të besëm si në ka shky puca atje në përslot, se s'ke marrë thot 2 palë, thot e tjetë. Hajtë zorë të natë mirët. Goja, se goja. Vitin tjetër, edhe ma shumë të Mirë se u bashkuëm, u prit zoti rrezikun, kjo është jetë gjatë e hongshi pensionin shumë e shumë vite tjera, dunja tjetë e juaj tanve. U bashkoshim prap shumë e shumë herë tjera, e në gëzime për gjithë. Dunja tjetë e juaj. Takimet të tilla marrin një vlerë të madhe. Ato i kalojnë për masat e një grupi shoqëror, kthehen në modelet e shoqërisë sonë, se si njerëzit plot virtyte jo thjesht u përkushtuan me ndershmëri në profesionin fisnik të tyre, por megjitha, ata dëshmojnë se vlerat njerëzore janë parsore dhe ato koha nuk mund t'i zbeh kurrësi. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur për mësuesit e Duke Gjinit dhe ashtu si që treguam ose e ngacmuam sadopak kurreshtjen tuaj që në fillim të emisionit një vëmendje të posaçme do t'i kushtojmë shkollës profesionale Hamdi Bushati. Në fakt kanë qenë sinjalizimet për surprizat këndshme që janë përgatitur mësueses së nderuar Afrodita Kopliku, e cila po plotson pothuajse 40 vite në profesionin e mësuesisë dhe gjithë stafi i mësueseve apo dhe nxënësit të klasës kujdestare, por pse jo edhe gjithë shkolla, ku ajo ka dhënë mësim në të gjitha klasat, e kanë pritur me një mirënjohje të jashtëzakonshme 7 marsin pikërisht për këtë mësuese, pasi pa kohë më pas, kjo mësuese do të ketë edhe dalje në pension, një fjalë që tingëllon pak e vrasht për një mësuese që nuk i ka shterur energjitë e saj edhe në këtë moshë, ajo është e këndshme, e freskët, e hishme, ka një elokuencë jashtëzakonshme. Dhe për të gjitha cilësitë e saj, do donim të sillim surpriza që janë organizuar pikërisht për këtë mësuese. Surpriza organizuar nga nxënësit, por më pas edhe surpriza që ja kanë dedikuar koleget pra stafi me të cilin ajo punon prej disa vitesh. Le të ndikim këtë reportazh të këndshëm. Për sjellja atmosferës së festimeve për 7 marsin, ditën e mësuesit në Shkodër, zuri vend edhe këtë vit në emisionin Arom Shkodre, por mes intervistave të shumta që realizuam, dëshirojmë të ndajmë sot me ju edhe atë me mësuesen e nderuar Afrodita Kopliku, e cila për afro 40 vite ka ushtruar plot pasion profesionin e saj. Mësuese Afrodita është një nga mësueset më të veçantë që kena në kolektivin ton. Ka shumë vite në këtë shkollë.
Është e veçantë për faktin sepse krijon një klim shumë të mirë, është dashamirëse me gjithë, është e papërtuar dhe mund ta veçoj edhe për nga ana e mësimdhënies. Është ndër mësueset më korrekte që ne kemi. Faktikisht, unë nuk kam shumë vite në këtë shkollë, por mund të them që këto breza mësuesash do i mungojnë jo vetëm shkollës tonë, por edhe arsimit në përgjithësi. E ndërsa mësuesit kujdestari janë në klasët e tyre, duke shkëmbyer urimet me nxënësit, ne shkuam pranë klasës së 12B, klasës që ka në kujdestari mësuese Afërdita. Nxënësit qëndrojnë gati për t'i dhuruar lule mësueses së tyre të dashur. Shumë faleminderit. Unë e punë me këngë. Kështu që shumë faleminderit dhe ju jam mirënjohëse me thënë drejtën, sa është pak sot, pak vështirë me një kënaqësi aq sa unë e kam një me ju. Shumë faleminderit për mua, ka keni shans. Kështu që unë kam shumë emocione. Shumë faleminderit. Jo, ju keni janë shkollë dhe do të gjeshit me patjetër mësues. Por zgjedhja e nxënësit është një shansë jeme. Është krejt e thjesht me gjetë një zysh, po jo një zysh si ti. Shumë faleminderit. Është kënaqësi me një dhe fjalë tilla, edhe aq më shumë që vitet kalojnë edhe na bëjnë edhe më nostalgjik. Kështu që është shumë kënaqësi për më një këto fjalë të bukura për josh. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Unë e një që këto fjallë ju dalin prej zemrës, edhe pse sot është një 7 mars, dhe përpiqena për me i thanë fjallët, sa është mirë edhe me thanë fjallët bukra. Ama unë e di që ato ju dalin prej zemrës, sepse e di që mund dalin prej zemrës. Që shumë faleminderit. Shumë faleminderit për josh. Kosysh. Unë shtendi. Pres marto. Zysh fantastike. Zysh, faleminderit. Është një brez mësuesash që rrallë i gjesht sërish, shumë të pjekur, nga ana njerëzore dhe nga ana profesionale. E quaj veten me fat sepse kam mësuar shumë prej tyre dhe i admiroj dhe ju jam mirënjohëse për gjithë shembullin e mirë dhe modelin pozitiv që më kanë dhënë në formimin tim profesional. Unë kam që edhe zonin ka jere, e di, nuk e di sa melodioze kam pas, nuk e di sa pak këtu bezdis që kam pas, por e di që e kam ba me zemër, e di që e kam ba, si ju kam dasht shumë, e di që ju kam dasht për me pa gjithë qatë mirë të ju, sepse e meritoni për me kenë shumë të mirë. Shumë të mirë, prandaj, edhe në qose kam që zonin, e di që ma keni falë. Kështu gjithmonë me emocione për 7 marsin, se më pëlqeu ajo dridhja emocionale dhe kam përshtypje dhe gjithë teleshikuesit që të kanë parë në këtë moment, janë emocionuar dhe ata, kanë përfituar mësuesit e tyre që kanë pasur në jetë. Tashti, ka një diçka këtu të veçantë që ndoshta unë po e them sot. Ndoshta dhe është dita, se gjithçka ka momentin e vet për mua thanë. Unë mendoj se kjo është 7 marsi, do të përpiqem ta gjej bukurat fjalën, i fundit në lidhje me marrëdhëniet në punë. E thash u përpoqa me e gjetë mirë, se unë 7 mars do të kem ton jetën, dhe marrëdhëniet e mia nuk janë marrëdhënie vetëm punet. Ata janë një pjesë e marrëdhënieve që janë thjesht që vendosen ashtu si vendosen në për shkolla, po unë marrëdhëniet me këta i kam marrëdhënie shpirtërore, që për mua janë shumë të mëdha. Kam kanë emotion edhe kam lotuar sot për të. Po pse të mërzit fakti që po del në pension, apo nuk do jeni bashkë një kolektiv? Qyteti është i vogël, ju shikoni edhe pas mësimit. Normalisht, por është të ikë një kolege, të ikë një mike, nuk është e lehtë. Në këtë ditë 7 martit sot, unë kam dëshirë t'i bëj një urim të veçantë Afërditës. Afërdita për mua ka qenë dhe do mbetet gjithmonë një frymëzim. Një zë i mençur dhe një energji e pashteshme.
gjithmonë e gatshme për të ndarë dije, përvojë dhe pozitivitet. E sot, kam dëshirë t'i them vetëm faleminderit. Faleminderit për çdo moment bukur që kemi ndarë bashkë, për çdo këshill të vlefshme, faleminderit për miqësinë pa kushte që ka ofruar, për mbështetjen dhe për profesionalizmin që ka përcjell tek ne. Unë mendoj që le të jetë kjo ditë një kujtim i bukur i gjithë rrugtimit të saj 40 vjeçar në arsim. Do doja shumë që të isha në një farë mënyre shëmbëltyra e mësueseve të tilla, të cilat në shkollën tonë kanë pas shumë, dhe Afërdita është një nga modelet më pozitive që unë kam pasur gjatë rrugtimit tim. Sa vite të bën arsim, Susan? A duhet mi thonë? Po i them? Jo, unë nuk po i them. Për kuptuar lodhje dhe sakrificën që bën një arsimtar. Jo, kushdo që do të manegjojnë, numrat nuk janë ndonjë gjë. Kushdo që do të manegjojnë, arrin të kuptojnë se sa vite punet janë. Kështu që unë nuk mundem ja vuem një sakrificë. Ka pas shumë kënaqësi, ka pas edhe shumë problematika, ka pas edhe gjëra të cilat ne na duhet me ndreq. Kështu që nuk është fjala sakrificë. Aq më shumë që nga si mësuese, unë mendoj, unë du me folë pak shkodranqe, sepse më vjen, me thanë drejten, më vjen, jo, po më vjen kështu, tamam prej shpirtit. Edhe pse jena mësuese dhe përpiqena që të flasim në gjuhën letrare që duhet, por kur vjen puna tash me nxjerr fjalë të shpirtit, aja gjuha jonë është e padiskutueshme, më duket mu. Nga Afërdita kam mësuar shumë gjëra, kam mësuar që kolektive është një si gjysmë familje, sepse kalon gjysmën e ditës, e kalon me këtë staf, dhe Afërdita na ka mësuar, dhe ai brez, dhe me thënë, që unë kam pas fatin me njoftë herët, edhe me punu me ta për shumë vite, kanë qenë si familje, kemi ndarë shqetësimet familjare, kemi ndarë gëzimet familjare, kemi njohur çdo detaj të njëri tjetrit, dhe jemi munduar të gjendemi pranë njëri tjetrit në të mira dhe në shqetësime për të ndihmuar, për të kapërcyer ose për të gëzuar gjithë secilin nga ne. Dhe me thënë, kemi qenë krejt shumë të familiarizuar me njëri tjetrin në çdo detaj dhe në çdo pikë. Kemi festuar bashkë dhe kemi gëzuar bashkë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, është diçka shumë njerëzore, pra përveç të tjerave që thash, kjo është njerëzillëku që na ka mësuar Afërdita dhe brezi i saj, që ne të kemi vazhdim edhe t'ja përcjellim brezit të ri, ata e përcollën te ne po mundohemi t'ja përcjellim brezit tjetër, sepse në fund ditës jemi njerëz, përveç gjithave. Ajo që është e rëndësishme tek ne si mësuese është dashuria. Unë mendoj që kur një mësuese nuk mund ta kryejë misionin e vet, sa do e përgatitur të jetë në fushën e vetë përkatëse, po nuk pati dashnin, po nuk pati zemren, kur nuk mundet me akalu këtyne nxënësve. Dhe nëse mu si Afërdit do të më thoshin si ndan këto dy pjesë, është një pjesë shumë e madhe në formimin e një mësuesi, në karakterin e një mësuese, dashnia, përkushtimi dhe kuptohet formimi profesional i mësuesit që nuk duhet diskutohet. Ama unë i ve një theks, i ve një veçanti, i ve një forcë madhe në këtë rast, po nuk e njeh, po nuk e bani me zemër atë gjë, unë them të mos ta marrin për si. Kujton një shprehje të Ernesto Koçe, i cili tha, nxënësi nuk është një enjë që mbushet, por një zjarr që ndizet. I kemi ndezur zjarret e këta nxënës apo jo, ana shpirtërore e tyre, dashuria që është përcjell nga mësuesit, e kanë ata në shpirt? Unë du me përmend një Gerin, nuk e veçoje, jeni tanë të dashur, një ku është Geri atje. Ai ka shkuar në fund se kishin çik problem me kamrën, kamera bën këndin. Unë po ja përmend një emër. Geri një aty rrezysh. Para 3-4 ditëve, këto erdhen dhe më thirren. Me të drejtën, kjo është një klasë që unë e kam lanë si vjet në kujdestari, e kam lanë kuptimin e dokumentacioneve gjanëve se nuk leheni kollaj. Do me thënë, këta e klasë në dy mësuese kujdestare, e thënë ndryshe për gjithë teleshikuesit. Nuk leheni kollaj. Keni 2 nëna. Dhe me të thënë drejtën, shpesh herë ne si mësuese i diskutojmë këto nxënës
për karakterin që kanë. Edhe formimin. Tani kjo është klasa më e mirë, mësuesi, që t'jemi qartë neve. Për mu, A jam po. më mirë të Hamdi Bushatit? Për mu, po, është klasa më e mirë e Hamdi Bushatit. Dhe këtë do t'a bajnë për vedi, po gjithmonë, më keni edhe mu pak parasysh aty. Keni edhe një mësuse, ose, s'mbjen mirë me e thanë, po kena pas edhe një mësuse që gjithmonë kërkote prej nesh që me kenë më të mirë. Dhe Meta aty të Geri, erdhen para 3-4 ditëve me Sonilën dhe me Mirelen. Përso ishte vjen pak. Po i themun, edhe për gjatë korridorit, po flitnim për, nësushta kena marrë vesh që është viti i fundit në shkollë. Unë nuk jam mësu gjatë kësaj kohë që ta përmeni këtë gjë, aja gjë vjen, ka ditën dhe kohën e vetë. Dhe normalisht e maj mend që Geri ti thash, po kush ta tha ty Geri? Geri faleminderit, sa aty kuftova që gjanat duhet me i përjetu bukur emocionalisht në kohën e duhur. Mund ka ardhur kjo kohë. Pse unë duhet me vazhdu edhe në kuptimin e mirë. Kjo kohë, se ti duke shumë e re mësuese për të ardhur kjo kohë, po dhe ne shqiptare bëjmë çik alarm çështjen e pensionit, ndërkohë që mund të kemi një aktivitet edhe më pas, edhe të na mbajnë në formë. Unë u përpoqa që ta gjej fjalen. Unë nërpres marrëdhëniet e punës. Unë nuk marr më në ushtarrogen në bordorot e Hamdi Bushatit, por marrëdhëniet e tjera janë të pa diskutueshme. Unë do të mes tash tanë jetën arsimtare, unë do të mes patjetër rrugës me përshëndetjet e këtyre nxënësve kaq të mrekullueshëm. Ka një surprizë shumë të këndshme që unë dëshiroj që ti mos ta hapësh te shtëpia, po ta hapim këtu që ta shikojmë dhe gjithë teleshikuesit. Patjetër që unë këtu kam e hap, sepse është bukur. Nuk e di se do e ndihmojnë ndonjëra nga vajzat? Okej, ose vetëm mësuesja? A kemi edhe një letër? Shkruaj diçka? Tash unë do të bëj përpjekje me lexu pas syze. Dhe unë e kam ato problem, edhe unë e kam. Një mësuese si ti është vështirë për ta gjetur, edhe e pa mundur për të harruar. Gëzuar 7 marsin zysh Afërdita, nga e 12 B ekonomik. Sa bukur. Bravo. Jemi shumë kurështare për të parë se çfarë ka brenda dhurata. Shumë faleminderit. Nuk besoj zinxhirarit, ë? Jo. I du fort dhe i them shumë herë faleminderit për ato cilët nuk kanë asnjëherë ngurur për me midhan, nëpërmjet tyne kanë shpreh respektin. Besoj që këta e kanë kuptuar temperamentin tënd, anën tënde emocionale dhe do kenë zgjedhur diçka të përshtatshme lidhur edhe me 7 marsin dhe karakterin tuaj. Mirë, sa e bukur? Kemi një poezi me sa po shoh? Mësuesja jon e dashur, ty të falenderojmë për gjërat që na mësove, kur nuk do të harrojmë. Në këtë festë të vogël, që tani festojmë, mësueses son të dashur, sot po ja kushtojmë. Ti na mësove, na dhe dituri, mësuese e dashur, faleminderit nga ti. Bravo, më duket se mësuesja e letërsisë tani. Ndërkohë profili juaj është shkenca sociale, qytetari dhe filozofi. Bravo. E hapim edhe brenda mësuesit që ta shikojmë se çfarë ka, se kureshtja tani është shumë e madhe. Pra sa bukur në kutinë sipër është vendosur një poezi, e mbajun këtë. Atëherë janë dedikime dhe gjëra të vogla shumë interesante. Sa bukur një penë si në kohët e vjetra, që kanë nxënës me shumë gusto. Shumë të faleminderit. Kjo është një gjë shumë e bukur, sepse për gjithë shka tjetër qoftë, por bukuria e tyne qëndron edhe ma tepër në faktin se unë do t'i kem me veti gjithmonë. Aq sa munden me jetu gjanat. Bravo. Kjo është gjaja edhe ma e bukur. Në tavolinën tuaj të punës, ja do t'i vendosim më së mirë, do t'i keni parasysh të nxënës. Dhe ishte mirë që kur të vish 7 marsit tjetër, të paktën një mesazh do t'i çoni mësueses. Për të treguar që nuk i harrojmë mësueset e mirë, apo jo? Unë vetëm faleminderit di mi thonë.
Në ditët e sotme, ne duhet që çdo pozicion pune të shohim jo si profesion, po si pasion. Afrodita është një nga ato mësueset që mësimdhënien e ka me pasion, nuk e shef thjesht si profesion. Dhe kjo është ajo që e bën Afroditën më energjike, e bën Afroditën që të palodhshme, me plot dëshirë për që në mes të nxënësave dhe stafit, sepse këtë gjë ajo e ka pasion gjatë jetës, jo thjesht një profesion edhe mbaroi rrugtimi edhe kaq ishte. Cili është nxënësi jot më i preferuar këtu? Këtë unë s'ka me e thonë. Geri, Geri, sepse, po pse me e thonë? Unë ja kam thonë Gerit. Ja, kështu ja. Shikoj, mban të fundit atje. Tanë fort. Pse i du tanë fort? Sepse gjithë se cili prej tyne ka atë veçantën e vetë që duhet me e dasht. Për shumë djalin aty, e do ti atë? E do. Kemi dhe një atje në fund me kapele, e do ti atë? Si sa shtë mu dasht a i Vilsoni? Shu vina i gjithmo me kapele? Apo jo, ndë njerë. Po, sot nuk i kanë shëruar flokët mirë. Vilsonit masës i kanë ndaj flokët mirë, por gjithsesi aja është i bukur edhe i dashtun, edhe mi tona unë dalojat korekcin në komunikim. Qarë, unë kam vetëm 15 minuta që ri me këta nxënës edhe fillova të kuptoj diçka, ja për shumë dhe i futbolist, ai dakor problemi me kapelen. E mbarë më momentin e parë që je prezentuar, sepse ti e ke gjetur ato mësuese këtu. Po, sigurisht që e maj mend, në fakt po të mos kishte qenë Afrodita dhe kolegët të tjerë të atij brezit, nuk e dija do të isha një kaq mirë sa jam në fillimet e mia. Po diskutojmë që fillimet janë të vështira, kolektiv i ri, njerëz që shumica nuk i njihsha, ndërkohë këto kanë shprehur një dashamirësi, një mikpritje që nuk kam fjalë, domethënë. Dhe kështu me kalimin e viteve, përveç që u bë me kolege, si më thonë, u bë edhe shumë shoqe. Tashmë Afrodita është oshja jeme, kena një shprehje tonë të brendshme. Që do thotë? Oshja do të thonë bukuroshe, një shkurtim për fjalën bukuroshe. Ka ditën bukur me një ëmbëlsi të tillë. Po, çdo mëngjes themi mirëmëngjes oshje, mirëmëngjes oshja vogël, dhe na ecë dita mirë. Okej. Pra, ka rëndësi shumë energjia pozitive që e merr që në mëngjes. Po, ka shumë rëndësi edhe unë mendoj që brezi Afrodit, sidomos Afrodita si person, nuk e dia vinë më, edhe më vjen shumë keq për këtë gjë, realisht. Okej, por gjithsesi shoqëria mbahet. Edhe pse shkolla përfundon, ai do të jetë pjesë e aktiviteteve tuaja, siç ndodh gjithmonë. Edhe të kafeve të masdites, pa diskutim. Profesoresh Afroditën, unë kam 5 vite që e njoh, pra kemi 5 vjet që punojmë së bashku. Unë kujtoj momentin e parë kur kam ardhur në këtë shkollë. Normalisht ishte një ambient komplet i panjohur, ku pothuajse asnjë nga kolegët që gjeta nuk e njihja. Profesoresh Afrodita ishte një person jashtëzakonisht shumë i kujdesshëm. Biles shpeshherë kujdesi, dashamirësia, afrimiteti që ajo dhuronte, më kujtonte dashamirësinë e motrës madhe. Domethënë ishte si një motër e madhe, shumë e kujdesshme për gjithë ato të cilat vinin të rinj. Është një problematik shpeshherë, ndoshta në thojza kjo lufta e brezave, ku nganjëherë brezat më me eksperiencë dhe vite pune, ndoshta nuk janë shumë mirëpritësa apo shumë pozitiv, po themin thojza, për pjesën tjetër që vinë, por realisht profesoresh Afrodita ka një shembull jashtëzakonisht shumë pozitiv për sa i përket shkrirjes së akullit midis brezave dhe afrimitetit, dhënies së gjitha shanseve për të gjithë mësuesit të cilët kanë ardhur për herë të parë në shkollën tonë, edhe një ndër këto unë flas për vete, domethënë jam ndier jashtëzakonisht shumë mirë në shoqërinë dhe prezencën e saj. Shumë të pashëm, si klasë edhe u knaqe, do më thënë në komunikim, mënyra si që ndroni, dhe këto gjesit e vogle që bëra gjoja, sikur se kisha mundjen, kisha mundjen. Por më bëri përshtypje kjo nxënësia juaj, Sonila, që na këndoi para se të vjeti dhe harruam atë pritjen e vockël që kishim. Tani Sonila do ishte bukur që njohrim ta përcillte me këngë, se kishte një zë të mrekullueshëm, njerësh edhe e promovojmë Sonilën në aktivitet që do të jepet dhe kështu këtë takim do e mbyllim bukur këtu për të vijuar më pas edhe me kolegët tuaja. Sonila na zgjidh një këngë,
ta përshëndesim ja kështu, jo me atë këngën e ditëlindjes që është bërë, pak monotone e këndojnë kudo, po dua një këngë nga Sonila, zgjidh ti. Ti këndojmë këngën një orë nga që Zysha Afërditës i pëlqejnë këngët shkodrane? Je dakord? Zysha është dakord vetëm me zanin e Sonilës, jo me cilën këngë. Me zërin, e dëgjojmë zërin tonë. Okej. Plot me dritë si flaka djelit, ma ke zemrën Shkodra jon, për liri si zogu i qelit, në përsheku i fluturon. Ti na i falë këngët me jare, gazin tant pa shoq na jep, se ti je sofra bujare, se ti je dashnia vet, jare. Falma ditën tëne, karaj file, lule bore, kush pushton zemrën Shkodrane, o botën e krejtë e ka në dorë, jare. Falma ditën tëne. Sta kam freestyle. Na keni emocionu jashtëzakonisht, gëzuar 7 mars si mësuese. Shumë faleminderit. Shpresoj që të bësh një jetë aktive edhe pas daljes në pension, dhe t'u kemi sërish në këtë shkollë me mendimet edhe vlerat që përçoni gjithmonë në breza. Faleminderit. Faleminderit. Unë e kam këtë shansë, sepse unë kam linë, jam rritë dhe kam bë një jetë të tanë në i këtë shkollë. Kështu që unë nga do që këto do të më ndërpresin marrëdhëniet e punës, unë kur nuk kam e ikë prej tyne, se i tu kaloj për ditë. Është e jashtëzakonshme. Kjo ju ka bashkuar. Ka një etik komunikimi. Unë mund të them me plot gojën që kam mësuar shumë nga Afërdita, në këto 18 vite që kam punuar me të. Të falenderoj shumë. Gëzuar gjithë kolegëve të mi, ju uroj me gjithë shpirt të qofshin të nderuar gjithmonë, respekte për punën e tyre të palodhur, për kontributin që japin çdo ditë në edukimin dhe në formimin e brezave të ri. Mësuese Mariana, e cila është edhe iniciatorja e realizimit të këtij reportazhi, tashmë do të ketë në kujdesari klasën e mësuese Afërditës. Ke pasuar klasën e saj kujdestare, si e gjete klasën? Po, në shkollën tonë kemi shumë klasa. Klasat e ekonomikut janë pak më të pakta në numër dhe përgjithsisht klasat e ekonomikut janë klasat mira. Klasa që kam marrë nga mësuesa Afërdita, e cila e ka pasur për 2 vite më përpara dhe pastaj kaluan kujdestarin time, është një klasë jashtëzakonisht shumë e mirë, model, më të mirët, ashtu siç ju them unë atyre. Normalisht, shpeshherë, jo vetëm ato të mirat apo avantazhe që ka një klasë janë të natyrshme nga vetë nxënësit, por janë edhe si rezultat i punës së mësuesit kujdestar dhe të gjithë mësuesve të tjerë normalisht. Prandaj unë jam shumë e kënaqur dhe puna ime ka qenë krejt e palodhshme si mësuese kujdestare për këtë klasë që është komplet një klasë e mirë edukuar dhe një klasë shumë e kujdesshme për sa i përket procesit mësimor. Mbrëmja do të sillte surpriza të tjera të këndshme për mësuesen Afërdita Kopliku. Është kënaqësi kur e thohesh nga kolege kaq të mira, të cilat krijojnë një klim të ngrohtë emocionale, në shenjë vlerësimi për kontributin e mësueses që nuk u kursye as pak gjatë ushtrimit të profesionit të saj. Nga Sesi Laçi, mësuesja kulturës profesionale, ishte përgatitur një video me urime nga kolege, mes tyre edhe ato që nuk mundën të jenë fizikisht në këtë mbrëmje të bukur që po organizohet. Urimet u përcollën me emocione të mëdha, ku nuk munguan edhe notat e humorit. Fjalën përshëndetse pas transmetimit të videos e bëri drejtoria e shkollës profesionale Hamdi Bushati, Merita Zeneli, kurse më pas ishte planifikuar dhënia e një certifikate vlerësimi për mësuesen Afërditën. Jepet kolegës së nderuar Afërdita Kopliku. Në këtë ditë të shënuar të 7 marsit,
kemi nderin dhe kënaqësi të shprehim mirënjohjen tonë të thellë për kolegen tonë të vyrë, Afrodita, e cila me kontributin dhe përkushtimin e saj të palodhur, 40 vjeçar në arsim, ka qenë me dritë udhërrëfyese për breza të tërë nxënësish dhe një inspirim për gjithë kolegët e rinj. Me shumë respekt dhe shumë dashuri, kolektivi i shkollës Hamdi Bushat. Bravo, Afro! Mësuese Afrodita nuk i fshehu dot emocionet e saj dhe pasi bëri vlerësimet për koleget dhe surprizën e këndshme, mes të tjerave do të shprehej. Unë vetën e shaf si një puzzle, ku çdo kush prej jush është pjesë e jemja. Dikush nga fjala, dikush nga karakteri, dikush nga gjithë shka tjetër që ai ka ditë me ba ma mirë. Ama, njëtën teme, jam përpjek për me kriju model. Dhe për mu, dritën e këtij puzzle-it, ja kanë thënë 2 mësuese, që për mu janë të me një vlerë të jashtëzakonisht madhe. Unë do t'i përmeni sepse me jena ta në arsimtarë dhe pa tjetër që ju do t'i njihni. Por mua është një Mariana Shala, e cila e kam pasur mësuese në shkollën në shtatanori, tek e cila unë jam përpjek për me marrë mirësinë dhe fitërsinë e saj. Dhe në gjimnas, kur unë po krijoja si karakter, si personalitet, Besnik Bekteshi. Janë këto 2 figura që i kanë dhënë dritën puzzle-it tem. Mbrëmja festive do të pasonte dhe do të krijonte një atmosferë alegrie, e cila do të zgjaste deri në orët e vona të mbrëmjes. Organizimet të tilla duhen përgëzuar dhe marrë si model në shoqërinë tonë. Është më se domosdoshme pjesë e mirënjohjes që ne duhet të kemi ndaj personave të cilët nuk duhet i përfundojnë në heshtje vitet numerike të diktuara nga ligji shqiptar i daljes në pension, por të ndjenjë se me ato vite kontribuan denjësisht në ecjen përpara të zhvillimit të shoqërisë sonë. Zhvillim që para së gjithash nis nga edukimi i brezit të ri. Këto pra ishin materialet që ne kishim përgatitur për sonte. Kemi nisur fillimisht me një reportazh dedikuar mësuesve nga zona e Dukagjini që kanë shërbyer jo vetëm në zonën e tyre, por kudo ku i kanë caktuar për ta ushtruar profesionin, dhe më pas kemi vijuar po në fushën e mësuesisë, në arsim jemi sërish, me një reportazh të këndshëm i cili përmlodhi surprizat e realizuara ndaj mësueses Afrodita Kopliku, një mësuese në shkollën profesionale Hamdi Bushati, jo më shumë, jo për faktin për të habitur teleshikuesit se si realizohet një surprizë për mësuesen, por në shenjë vlerësimi për kontributin e saj në edukimin e brezave. Ritransmetimin e emisionit ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30 dhe deri atëherë unë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Natën e mirë.